Before the movie was done, I got thick skin. Because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting. Pas kaq shumë ditësh, fillova sot sërish xhirimet, sepse tani ndihem më mirë, sikur e kalova edhe këtë pjesën e gripit, le të themi, apo të bajameve, sepse nuk e kuptova a ishte viroz apo thjesht më bën krykët, por që isha shumë keq ato ditë. Tani jam më mirë, jam më chill, le të themi, sepse më ka ardhur edhe mami dhe babi, por që kam goxha ditë që nuk kam xhiruar sepse jam munduar që ta shijojmë. Sidomos ditët e para doja që mos të filmoja dhe mos ta përdorja shumë telefonin, edhe kështu kam bërë. Tani jam gati sot që të xhiroj edhe të hapim një vlog të ri. Sot është ditë e premte dhe mua më ka rastisur super mirë, sepse mami dhe babi erdhën ditën e martë në darkë, ndërkohë që unë ditën e martë isha në kurs, por që të mërkurën e kam pushim, nuk isha, dhe pastaj në datën 1, që ishte dita e njëjte, ishte 1 maj që e kishin të gjithë pushim, ndërkohë te kursi na i lidhen edhe na bën të njëjte të premte, që e premtja është sot, të shtunë të diel pushim. Edhe si me planta kisha bërë, nuk besoj të do më rasiste kaq mirë, pra më ka rënë të martë nuk po e shuaj, sepse mami dhe babi erdhën në darkë, por që të mërkurë e njëjte premte pushim, kështu që tani kemi edhe fundjavën para dhe besoj se më mirë se kaq nuk ishte ku të vinte. Unë tripodin e pata lënë në makinë dhe kisha shumë frikë, sepse për momentin, ndërkohë që po xhiroja tani që hapa kamerën, e kisha vendosur tek diçka thjesht ta mbaja, por kisha shumë frikë sepse ndodh që lëvizet dhe tavolina ndonjëherë, dhe në momentin që fillova të xhiroj, më ra zilja dhe më erdhi porosia. Ndërkohë që më erdhi fiks ajo që duhej, më erdhi një porosi e vogël që kisha bërë në shenjë, sepse unë në fakt para disa ditësh kam porositur në shenjë, por që u kujtova me vonesë dhe porosita dhe 2 gjëra të tjera, që ishte kjo gjëja këtu dhe diçka tjetër që nuk po ua tregoj, por që më erdhi fiksi me porosi. Tani ju e dini që unë do shkoj për disa ditë me pushime, më duhej një tripod i tillë për kamerën që ta mbaja kështu në dorë. Tani unë e kam një, praktik është, por është shumë i madh dhe doja një pak më të vogël. Kisha parë review-t dhe kjo këtu, pra ky tripodi këtu, më dilte që i kishte ato review-t shumë të mira dhe ishte fix siç unë e doja, dhe thash ok, po e porosis. Ishte diku tek 12-13 euro dhe thash ok, po e marr. Më erdhi sot, madje kisha shumë frikë se ndoshta nuk do më arrinte, sepse nga që bie dhe shtunë e diela. Të shtunën pak a shumë janë posat hapur, por që nga që binte më shumë e diela dhe këto ditët e pushimit, dhe mendova se do më vononte shumë si porosi, por ja që nuk më vonoi dhe sapo më erdhi porosia dhe e hapa direkt, dhe tani ka vendosur kamerën aty. Është i vogël, është praktik. Mbi të gjitha më pëlqen shumë sepse përshtatet shumë edhe me kamerën. Tani unë nuk e dija e përdor ndonjëra nga gocat këtë, por ditë të them që thjesht e mora në shenjë dhe më pëlqeu. Ishte fix siç unë e prisja dhe nga review-t më doli mirë. Kam këtu gjërat që më ka sjell mami nga Shqipëria. Mami më solli edhe gjëra të tjera, por që këto desha t'i ndaj patjetër me ju, sepse e dini ju që mua tani kanë filluar që të më pëlqejnë shumë këto gjërat e shtëpisë, dhe thash t'i ndaja edhe me ju, dhe plani për sot është që të bëjmë për drek, sepse ka vajtur goxha vonë tani dhe nuk mund ta quaj mëngjes. Kemi bërë plan që të bëjmë sot tavë me patlıxhane. Mund ta bëj, por që nga dora e mamit më pëlqen dhe më shijon më shumë, sepse ajo bën më të mirë se unë. Dhe shkuam në mëngjes, morëm ato gjërat që na duheshin, morëm gjitha ato gjërat që duhen, dhe për pak do fillojmë që të bëjmë edhe drekën. Mami tani po vë pak Anja në gjumë, sepse Anja ka orarin që flet tani, dhe në momentin që Anja do e zër gjumi, që besoj se tani do ta ketë zënë, do filloj me pjesën e drekës, do e bëjmë të dyja bashkë, do me thënë, por këtu kam edhe atë që kam solli mami, dhurat, po, nga Shqipëria. Po më thoshte që çfarë do të sjellë, dhe më tha,
a do një palë çarçaf? Thash, okej, mi sill sepse për mua asnjëherë nuk janë tepër dhe më solli këta, janë material shumë i mirë. Dhe në fakt unë si dekor e zgjodha vet. Nuk është se kishte shumë opsione, por që kjo më pëlqeu. Unë nuk po i hap gjitha, thjesht po hap vetëm këtë pjesën kështu. Janë material shumë i mirë, janë diku te 80% pambuk. Sa i pash më pëlqyen shumë edhe prandaj zgjodha këtë sepse tani për sezonin e verë, pranverë duke shumë të bukura me këto lulet kështu, edhe me këtë si, nuk e di si ta quaj tantel, nuk e di, po duket shumë e bukur. Diçka tjetër që mami më solli, përveç këtyre, në fakt më solli dhe një palë çarçaf për Anjën. Anja s'ja kishte marrë me Frozen, sepse Anja është në një fazë tani që i pëlqen shumë Froza. Dhe ja kishte marrë me Frozen, por që Anjas nuk ju durua edhe i ka shtruar te krevata saj. Ndërkohë që mami më ka sjell edhe këtë mbulesën, më ka sjell 2 në fakt, sepse mi bëri me porosi. Është mbulesë buke, është në këtë ngjyrën bezh dhe në fakt kur ma tregoi kështu si në foto nuk është se më pëlqeu shumë, por këtu live më pëlqen me vërtet. Edhe ma ka bërë fiks në madhësinë dhe në formën e tavolinës që unë kam, pra në formën rrethore. Këto ishin dhuratat që mami na solli. Tani unë duke qenë se sapo kam bërë një dush dhe dua të stiloj pak flokët, se ndoshta dalin pas dite. Do merrem pak me stilimin e flokëve, do vendos Anjën në gjumë sepse nuk e kam zënë gjumi akoma dhe pastaj do fillojmë edhe me pjesën e drekës. Kam vendosur këtu të gjitha gjërat që na duhen për të bërë tavën. Kemi marrë patallxhane, speca, këto do t'i mbushim sepse janë më të mëdha, kurse këto do t'ja hedhim kështu sa për shije. Kam harruar edhe hudhër. Okej. Kemi edhe mishin këtu, mishin do ta grim të vogla sepse mua më pëlqejnë me mish. Dhe tani do fillojmë nga puna, e solli mami edhe hudhrën. Unë do merrem me edhe rigon, po. Pastaj ato erzat. Tani unë do merrem me pastrimin e këtyre dhe I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night, or drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that, this or that.
Mirëmëngjes nga dita tjetër. Mbrëm nuk xhirova më sepse e kishim planin për të dalë, por që duke qenë se Savi kishte punë, nuk dolëm dhe thjesht ne jemi në shtëpi, nuk është të bëm ndonjë gjë, thjesht dolëm pak te lagja. Tava me pataxhane kishte dalë super e shishme, më pëlqeu shumë. E hoqa shumë mallin, me thënë të drejtën, sepse nga që Anja dhe Sapi nuk e ha dhe për mua nuk ja vlen që ta bëj vetëm për vete. Megjithatë, ndonjëherë në të radhë mund ta bëj, por që këtë herë ma bëri mami dhe e hoqa shumë mallin. Sot është ditë e shtunë dhe siç e dini, çdo të shtunë tani kemi Flomarket edhe unë me mami do shkojmë në Flomarket, Anja do rri me babin, se edhe mami si puna ime i pëlqejnë shumë të përdorurat, kështu që me këtë rast edhe ja tregoj se si bëhen edhe të përdorurat këtu, edhe ndoshta gjejmë ndonjë gjë të veçantë, kështu që do shohim. Dhe e forta është se sot kemi edhe Flomarket vetëm me goca dhe ai bëhet në orën 2. Kështu që nga një Flomarket do shkojmë në Flomarketin tjetër dhe shpresoj që të gjejmë gjëra të bukura. Ne tani po nisemi, unë do ju marr feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, we all strive to be more. We all long for viva la vida. Around the corner I'll meet ya, a bit lighter and freer. I'm so happy to see ya. Up my lungs. Standing on the door, I'm on my way. A million things I guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. I'm doing alright, I'm doing okay. I stand up and take it as I go. I'm doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever, faded, there's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. I'm doing alright, I'm doing okay. Setting up a goal to grow from heart. It's all about to master who we are. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Doing alright, I'm doing okay. Stand up and take it as I go. Doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever. Hello. Kaluar shumë ditë që nga momenti që unë kam bërë këto xhirimet e fundit dhe plani ishte në fakt që të bashkoja klipet që kisha në momentin që kam xhiruar ku ishte mami dhe babi dhe vlogun që do bëj sot, sepse atëherë nuk është se kam xhiruar shumë dhe nuk mund ta postoja sepse nuk bëheshin e sigurt as 10 minuta, kështu që thash po e bashkangjiz me këtë sot dhe sot jemi pikërisht pas pushimeve. Ka kaluar madje diku te 2-3 ditë që jam kthyer dhe më janë dashur me vërtet to ditë për të relaksuar. Në rastisi edhe ashtu në diela para, gjë që unë nuk kisha kurs dhe nuk kisha ku të vinte më mirë. Jam shplodhur sepse në fakt pushimet janë për tu
shplodhur, por që ne që jemi me fëmijë duhet të marrim dhe këtë riskun përsipër, kështu që më duheshin edhe një dy ditë të tjera që të relaksohesha dhe po ndjem më mirë tani, edhe grykët nuk i ndjej më, nga videot e fundit dhe nga xhirimet e fundit ndjem më mirë akoma. Por që shpresoj që të bëhemi akoma edhe më mirë. Këto ditë kam bërë edhe receta të shijshme, kam bërë supra për të marrë veten dhe kështu do vazhdoj me gjërat më të shëndetshme që të marrim më shumë imunitet. Tani unë nuk e di keni vënë re ju apo jo, por që unë kam prerë baluke. Kisha shumë kohë në fakt që doja t'i prisja dhe doja këtë stilin kështu dhe që parë mi preu Sabi, ju luta 1 orë për të mi prerë, sepse në fakt ai di, por thjesht përton shumë, sidomos tek prita jam, sidomos tek ne gocat, pra tek unë, tek Anja, ka më shumë përtes, por që ja arrita qëllimit derisa më preu dhe me vërtet që më pëlqejnë shumë se si mi ka bërë. Është fiks stili që unë doja, do më thënë jo tamam baluke kështu, por që fiksi që kam. Tani, si që keni parë edhe nga klipet e fundit, kur ishte mami, ne shkuam në Flow Market dhe me vërtet që a ditë kemi gjetur shumë gjërat bukura, tek i pari, kurse tek ai i dyti nuk ishte shumë i mirë, por që gjithsesi edhe tek i dyti nuk dola pa gjë. Dhe këtu kam disa prej gjërave, nuk i kam të gjitha sepse i kam shpërndar, por që kam disa prej gjërave që dua t'ju tregoj që mora te Flow Marketi. Mami mori një këmish për vete, e mori shumë të bukur dhe e gjeta vetëm për 2 euro. Ishte materiali freskët, ngjyrë shumë e bukur, më pëlqeu dhe e morëm. Mori atë tabakan që do ua lë me video që ta shihni në fund të xhirimeve. Mori atë tabakan në formë pasqyre, ne morëm për nanën atë, por nëse Tezja nuk do e pëlqente, do e mbante mami. Por që si përfundim e morëm me kamerë, pëlqeu dhe ja morëm. Tani t'ju tregoj edhe këto gjërat që mbaja mend që i morën, sepse nuk është se janë të gjitha këtu, por këto më kryesoret. Atëherë atje mora 2 vazo si këto. Këto janë organizuesa dhe me vërtet që kushtojnë pak. Madje unë po mendoj që të marr disa prej tyre, por kur i gjeta aty, me vërtet që më bë qejfi, mora 2 copë, këtë e kam mbushur me makarona dhe këtë të voglen e mora 2 euro, ishin në gjendje shumë të mirë dhe këtë lart këtu e kam bambu. Dhe tjetra që mora ishte kjo e madhja, që këtë e mora 2 euro, pra këtë e mora 1 euro, kurse këtë e mora 2 euro. Mora tek e njëjta gocë dhe këtë, shikoni pak sa bukur që ngjan, e kam mbushur me këto që ham për mëngjes. Dhe gjëja e fundit që mora tek ajo goca ishte kjo gota e qelçit. Nuk ishte pip dhe nga janë më mirë akoma, sepse unë do vendos pipën time për qelçi. Është tek kështu si hermetike. Pjeca këtu është qelç dhe e mora për vetëm 1 euro. Gjërat e tjera që mora ishte kjo bluza për Sabin, sepse ishte akull e re dhe ishte e hamas, po ishte, do të thënë, është në gjendje shumë të mirë. Ka këtë stampën këtu, është më ka gjata në fakt, por që mendova do vi dimri shumë shpejt dhe më pëlqeu fakti që këto krahat kështu i ka si oversize. Unë e lava në fakt edhe e ka super kur të vi vjeshta dimri, është shumë praktike dhe Sabi i mban këto. Dhe gjërat e tjera që mora ishin pastaj xhingla mingla për Anjën. Mora 2-3 puzzla, sepse Anjës është në një fazë tani që i pëlqen shumë që të bëj puzzla. I gjeta 2, ishin të 2 për moshën e saj, por të 2 kishin nga 2-3 brenda. Ishte njëri me Minin, me Mickey Mouse, Minnie Mouse, kishte 2 copë brenda dhe tjetri ishte me Frozen që kishte 3 puzzla brenda dhe ishin super. Për çmimin që i mora unë me nga 1-2 euro ja vlejtën. Dhe blerja e fundit është ky fundi saten i Zarës, sepse pas kam veshur dhe kam kështu. I Zarës, i zi, i gjatë deri në fund këmbëve, besoj keni parë këto. E mora vetëm për 5 euro. Por nuk e keni idenë se sa qesha në fund, sepse duke qenë se nuk gjetëm asgjë tjetër dhe ishin shumë të lodhura, i thash mamit, "Okej, të paktën ja gjeta këtë, 5 euro ja vlen, sepse kur doja t'i merja unë atëherë, ishin nga 30-35 euro." Edhe më tha mami, "Po, edhe aq lirë nuk të rafa se ta mendosh, unë hiç mendja, po ne paguam për hyrjen atje, sepse hyrja ishte me lek, ishte 4 euro hyrja, mora edhe një ujë dhe më vajti diku te 15 euro, po ta mendosh totali çfarë
shpenzuam në atje, kështu që më tha mami edhe me aq shumë fitim tha nuk dolet e ky. Nëse mendoja më mirë atë flomarketin sepse është i njëjti me atë që gjeta pellushin atëherë, por që jo gjithmonë do gjejmë dhe nuk është se gjeta gjë tjetër përveç këtij fundit. Mora edhe këtë pjatën e vogël, se harrova t'ua tregoja, shikojeni pak sa e lezetshme që është, e mora vetëm për 25 cent. Dhe mendova për të vendosur në një snack të vogël, sepse për bijuterit kam atë në formë guaske, kështu që për snack, në një snack të vogël, në tavolinë do ishte shumë bukur, më pëlqen shumë e lezetshme. Nuk e di se si e quani ju, por nga ana ime e quajmë rehani, kurse nga ana e Sabit e quajnë narden, dhe ky është narden kumbulle, masolli vjeri kur erdhi i herën e fundit. Dhe sa po përgatit tani, përgatitet me ujë, i hidhet pak sheqer sepse është pak e afërt dhe është tamam si pije, është madje shumë e shëndetshme. Nuk e di a do e pëlqej Anja sepse nuk ja kam dhënë ndonjëherë, por që mua më shkoi mendja tani dhe thash ta përgatisja. E kam aty, do ta marr, do ta hedh te kota dhe do t'ua tregoj se si duket. E bëjmë pak akoma, shake it, sepse i kam hedhë sheqer dhe duhet që të shkrijë dhe sheqeri, nga që kjo është shumë e afërt. Dhe për pak do ta hedhim te kota.